Sot, kuvendi duhet të ketë votim për zgjedhjen e presidentit. Dhe adresë e vetme pse veni po shkon zgjedhje është lëvizja vetëvendose. Mundet me u zgjedh me votat e lëvizjes vetëvendose edhe Lidhjes Demokratike. Para pak çastesh e pranum edhe një ftesë për një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Republikës Kosovës, me një pikë shumë interesante të rani ditës, diskutim për zgjedhjen e presidentit. Sot, kuvendi duhet të ketë votim për zgjedhjen e presidentit. Dhe kjo është një veprim jo serioz, është një veprim me qëllim manipulimi, një veprim që nuk prodhon rezultat dhe një situatë që venin e çon në zgjedhje. Dhe adresë e vetme pse veni po shkon zgjedhje është lëvizja vetëvendose dhe zoti Kurti. Ne si Parti Demokratike dhe unë sekretari i Partisë Demokratike kemi qenë vazhdueshëm dhe mjaftueshëm konstruktiv, të hapur, kemi shkuar në takime, kemi diskutuar, kemi shkuar në takime pa e respektu krejtësisht edhe rregullat, edhe vikendeve, edhe në zyret kryeministrit, po kum shku në zyret kryeministrit të qeverisë të Republikës Kosovës. Kemi diskutuar, kemi qenë gatshëm për një emër konsensual, kemi bë propozimin tonë, nuk është marrë seriozisht në konsiderat, për ma tepër në për studiot televizive është interpretu edhe është keq përdor si qendrim joni. Dhe pas gjithë këtyre veprimeve dhe mungesës së seriozitetit, ne kemi ardhur në përfundim dhe në kuadër të Këshillit Drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, kjo temë konsiderohet si temë e mbyllur dhe e përmbyllur për Partinë Demokratike të Kosovës. I urojmë sukses në zgjedhjen e presidentit me 98 deputet tjerë të kuvendit të Republikës Kosovës. Deri tash kemi aktualisht 2 kandidat. Zyrtarisht kemi 2 kandidat, kanë deklaruar që nuk do të ketë kandidat politik, që në fakt janë 2 kandidat nga lëvizja vetëvendose. Po s'kemi rritë deri te emrat për shkak se kemi thonë që fillimisht do të ketë marrëveshje, parimet e caktura dhe pastaj vim dhe t'i propozojmë emrat. Dhe nuk do të thotë, edhe kemi deklaruar publikisht, që qëndrojmë asoj, që emrat nuk ka nënkuptuar domosdoshmërisht personalitete nga radhat e Partisë Demokratike të Kosovës. Opcioni jonë për me bë zgjedhje kemi dhënë. Kemi dhënë opcion marrëveshje gjithëpërfshirëse politike, nuk është marrë në konsiderat. Nuk kemi vendosur vijat kuqe. Kemi pas përkraje për emër konsensual. Kemi thonë që presidenti të zgjedhet nga i propozuri apo e propozura prej Partisë Demokratike të Kosovës. Gjitha këto janë marrë në konsiderat dhe për neve kjo temë është e mbyllur. Po që se LDK-ja e sjell Vjosa Osmani dhe zonja Osmani është kandidate për presidente, mundet me u zgjedh me votat e lëvizjes vetëvendose dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndoshta deputetëve tjerë të kuvendit të Republikës Kosovës.